Me rastin e përvjetorit të pavarësisë të Finlandës, në Helsinki është organizuar festa e qytetarisë, ku të gjithë të huajt që janë pajisur me pasaport finlandeze gjatë vitit 2024 uftuan të marrin pjesë në këtë ditë të rëndësishme. Eventi u hap me një fjalë rasti nga kryetari i Bashkisë së Helsinkit, Daniel Sazanov, i cili përshëndeti qytetarët e rinj dhe theksoi rëndësinë e diversitetit në qytet. Suomen kansalaisuuden myötä olette liittyneet myös osaksi yhteistä itsenäisyytemme ketjua, meidän yhteistä suomalaisuuden tarinaa. Pas pjesës zyrtare, festa vazhdoi me muzikë, atmosferë të gëzueshme dhe koktej, duke krijuar një moment të bukur për të shënuar fillimin e një kapitulli të ri për të gjithë të pranishmit. Festa e qytetarisë në Helsinki është një celebrim i kulturave, historive dhe njerëzve që sot janë pjesë e familjes finlandeze.